fundi thash që do jenë shpirtrat e kësaj farmhouse-it që po na përndjek. Video, foto e kështu me radhë, sepse nuk është e lehtë as pak me një fëmijë. Nga kalorësit e Shënxonit, pas një lufte për të mbrojtur vendin, nuk mund të dalësh me rroba banjo në për qytet, në për Sliema, mund të marrësh një gjop 75 euro. Kjo me mund të veta dhe filloi gati rrëshqiti 2 herë për të rënë në gur. Vetëm se keni parasysh, kjo është një plazh në qytet dhe mund të rini disa orë, por jo si plazhet që kemi qenë. Jashtë bashkë. Thuhet qyteti heshtru për ndjesive që krijohen. Jo më t'jesh në valçu lorë. Po të thash dhe unë, jemi duke gjetur një lokacion që do ikim për të kaluar disa orë. Dhe lëzure si plazh, edhe pse ka shkëmbinj, po ecëm nga ana tjetër nga ajo që ecëm dje. Presoj të keni kaluar disa ditë bukura, se nuk ju kam folur shumë, kam qenë thjesht duke ju treguar. Nuk ndjej isha shumë e lodhur, nuk e di mra lodhja kështu. U kthem në shtëpi nga ora 7:30. Por fakti është që vendi bota është shumë e vogël dhe hekri jo një shok, po 2 ka këtu në Malta dhe bisedoj me njërin prej tyre dje dhe takoj për një pije, një hamburger, sigurisht. Dhe e forta është që ky djali punonte me gruan e shokut tjetër që një hekri, pra aq i vogël është vendi sa imagjino. Por me ato i tham që sot mbasdite do jemi në Valletta dhe nëse kanë dëshirë na bashkohen, sepse ne nesër ikim, kështu që këto janë vlogjet e fundit për këtë udhëtim. Sliema na konfirmoi edhe ai djali shoku i hekrit është si qendër ekonomike e ishullit, sepse përveç se është qendra për shopping, është full me dyqane. Por ka dhe ndër dyqanet që janë me brende, si restorantet më të chain. Dhe faktikisht është Fratelli La Bufala që është dhe në Itali, Starbucks, McDonald's, Zara, Mango, gjitha këto, përveç këtyre kishte dhe pasaj Tommy Hilfiger, Guess dhe gjithë brendet e tjera të njëjtit nivel paga shumë. Sot për mëngjes, nëse vutre, po hanim ato byrekët tipik të Maltës, që janë shumë të shishëm të drejtën. Këtu kushtonin pak më shumë se në Vitoria në Gozo. Atje kushtonin 20 cent një, këtu kushton të 70 cent një, po ne i morëm edhe për t'i provuar pak, sepse mund të shkonim edhe sigurisht për të ngrënë brunch, po i thash e gët a lëm për nesër më mirë. Dhe ja ku erdhëm tani, as 5 minuta në këmbë tek Roman Baths, që duket shumë bukur. Gabova faktikisht është tjetri. Ky ishte një plazh i parë që do t'ja vendos emrin, që ishte shumë afër me apartamentin ku po qëndrojmë. Një nga gjërat më të mira këtu është se kudo është stroller friendly, pra mund ta merrni këtë karrocën edhe këtu kishte si zbrisje dhe kudo faktikisht, kudo. Nuk e di si do jetë në Valletta, sepse aty ndoshta mund të jetë pak më problematike, por do shohim sot. Pamja ishte shumë e bukur sa që vendosëm që t'uleshim për të pirë një kafe, se hekri
Maroj tha, ua sa bukur, po ma them shumë me këto shprehje kështu, edhe i thashun, okay, hajde ulemi dhe pim një kafe dhe Bato pati mund të loste pak aty se ishte si tip sheshi vogël, nuk kalon makinat dhe ishte perfekte. Këtu thot Hekri që do kenë mbledh kripën më përpara, sepse janë gjitha si vaska. Okej, janë gjitha si vaska dhe kanë si krip dhe duken që janë shumë vjetra dhe që kanë shumë interesante. Njerëzit vikan edhe për të vrapuar këtu, sigurisht edhe për plazh. Ja, po lahen dhe po majnë rrite. Roja, po i thoshte asajt gruth aty, ja ku është sajt. Mos të hynte tek ajo pjesa, vetëm nga kjo ana këtu më shkallë. Sepse rrëshket shumë, po kjo nuk e di, ky duke i thënë mos shko, kjo me mend të veta dhe filloi gati rrëshketi 2 herë për të rënë në gur. Gjithashtu dhe dje në Blue Lagoon, një vajzë urrëzua. Jemi të plazhit tjetër, Bato. Edhe dje u shtërzuar njërat e gurat në Blue Lagoon, ishte bërë cop. Se duhet bëni shumë kujdes se rrëshket shumë kollaj. Okej, erdhëm këtu tek këto banjot romake, pas ka një beach club këtu, mund të mirëni shezllona ose thjesht dysheka, çadra, ne nuk do marrim gjë se nuk do rrim shumë, por që erdhëm për të ndetur pak për ta shijuar këtu pamjen më shumë. Okej, ne pasi ndetëm një orë këtu dhe biseduam me ca turistë nga Spanja, që faktikisht më pyetën mua nëse jam influencer, se isha duke bërë content, duke bërë ca foto dhe video, dhe i thash që po. Përfitova nga rasti që Bato ishte duke luajtur aty pranë nesh dhe e bëra shpejt e shpejt, sepse duhet kuptoni që në momentin që Bato flen ose Bato është i përqendruar se po marr Baton nga dora. Ne përfitojmë nga rasti që unë të bëj pak content, pak video, foto e kështu me radhë, sepse nuk është e lehtë as pak me një fëmijë. Megjithatë mundohem të bëj më të mirën, që sigurisht i dedikoj kohë dhe Batos, por edhe vetes punës dhe kështu me radhë. Dhe këto kishin qenë faktikisht në Shqipëri, kishin qenë shumë pak, 2 ditë, kishin qenë në Shkodër dhe në Tiranë, dhe i thashë që duhet patjetër që të vinë që të shohin disa aspekte të tjera të Shqipërisë, pavarësisht se Shkodra është një nga qytetet që më pëlqen më shumë, ja u kam thënë dhe vazhdoj t'ja u them. Dhe besoj që do mbetet e tillë. Hekri u fut tek vaskat dhe tha që uji ishte shumë i mirë dhe donte të rinte aty, por më pa mua duke bërë muhabet me këto pleqt edhe u ju bashku muhabetit. Dhe ishin duke folur pak se si po ndryshojnë kohët, vështirësitë tani, emigracioni si po ndryshon e kështu me radhë, sepse realisht mendoj që gjithë Europa po kalon një fazë kritike dhe pak a shumë jemi të gjithë në njëjtën varg, kush më mirë dhe kush më keq, sigurisht. Ky plazhi nuk është një plazh që mund të kaloni shumë kohë nëse jeni me fëmijë, mund të vini sigurisht nëse jeni këtu për foto, për të ndetur pak, për të marrë rrezë dielli, për ta provuar pak ujin, por ne patëm pak vështirë ta menaxhonim Baton sepse donte të futej tek vaskat, por nuk është absolutisht vend për që të lahet një toddler. Dhe tani do fillojmë do ecim dhe do shkojmë në një plazh tjetër të famshëm që shpresoj ta gjejmë dhe t'ja u tregoj. Nëse vini këtu, mos harroni të merrni kputucët për t'u larmë në gura, sepse pak kputuc është pak vështirë rrëshket. Te këto si vaska që janë këtu, te kjo pika tjetër, kishte ca pesh gjigant. Ja, te këto vaskat këtu. Kjo zona me njëherë pas atij plazhit që ka shumë e gjelbëruar, pas ka shumë parqe dhe lule, ndërkohë këto balluket e mia, si kapa pak flokët se bën vap. Gjithashtu kishte edhe disa gjëra të tjera dhe nëse mundem t'ja u tregoj. Kjo zona këtu është mes Shëmpalit, besoj që do quhet, edhe Sliemës. Ja, nëse do mundem ta afrohem t'ju tregoj. Ja, aty zbret. Ndërkohë ne po vazhdojmë drejt. Ja dhe Batolinën karrocë.
direkt. Është plazhi me rër. Në anën tjetër të rrugës keni mes pemësh, kafe, bar dhe shumë restorante rreth e rrotull nëse doni të kaloni këtu ditën. Vetëm se keni parasysh kjo është një plazh në qytet dhe mund të rrini disa orë, por jo si plazhet që kemi qenë në anët e tjera të ishujve. Jemi duke pritur tragjetin për të shkuar në Valletta. Është ora 4 mbas ditës, sot kemi dalë pak më herët, që të kemi mundësi që të shohim Vallettën. Një gjë që pash kur po ktheheshim nga plazhi sot është që nuk mund të dalësh me rroba banjo nëpër qytet, nëpër Sliema. Mund të marrësh një gjop 75 euro, kështu që ta keni parasysh. Gjithashtu një gjë tjetër që nuk më pëlqeu tek ai plazhi me kishën ishte fakti që kishte shumë xhama, shishe të thyera dhe nëse shkoni bëni shumë kujdes, mbani shapkat e veshura se nuk e dihet asnjëherë. Biletat vajzë ardhje për Valletta ishin 5 euro personi, pra 2 euro gjys, kurse bato nuk paguan. Si që thash, dënoheni rënd. Nëse keni më shumë ditë, nëse keni kohë, mund të vizitoni dhe 3 qytetet që janë nga ana tjetër e Vallettës dhe thonë që japin pak frymë më autentike të Maltës, por ne kemi marrë atë në gozo, kështu që nuk e di nëse do kemi kohë nesër, pavarësisht se kemi avionin mbas dite. Po planifikoja të shkoja në një vend tjetër për Baton, por do shohim. Brenda Vallettës që ka vetëm malore, këtu nuk e di a është shumë stroller friendly për karrocën, do të thënë, mund vini, por që duhet bëni gati të shtyni. Okej. Jo se jemi duke folë me Hekrin që akoma janë mbyllur dhe sot Hekri. Okej. Mariana që ka legale këtu, por ishim duke folë për faktin që akoma çdo gjë është mbyllur. Dhe si ka mundësi thash Hekri, dhe Hekri po më thotë që ndoshta hapen në orën 6. Taksim? Ha, më taksimi? Taksim. Sa po hyni në Valletta keni shparin dhe duhet kuptoni që shpari këtu në Malta është shumë i mirë, ka shumë llojshmëri produktesh, take away që mund t'i merrni dhe me çmime të mira. Ne i morëm batos të sallatën me fruta, Me brusa. që t'ja japim si snack. Pa filluar që të ecim, por që ja vlen shumë, keni sigurisht dhe Lidl, keni dhe marketet të vendit, do me thënë një çejnë si Shpari, por kam dëgjuar në TikTok dhe realisht më konfirmua që Shpari ja vlen shumë për të marrë gjëra në plazh, për mos penzuar shumë në restorante, nëse doni, pak më low budget. Sanduiça, bageta, Po, thotë e kishte sanduiça, bageta, se nuk e dia dëgjohet shumë nga njerëzit se ka dyndje masive. Kam thënë që Valletta nuk ka qenë kryeqyteti i Maltës, në fillim ka qenë Ndina dhe është bërë në 1500-ën nga kalorësit e Shëngjonit pas një lufte për të mbrojtur vendin nga Pradoria Osmane. Dhe duke qenë se ndjen të nevojshme që të kishin një kryeqytet më të fortifikuar me bastione e të tjerë vendosin që të ndërtojnë Vallettën dhe më pas të bëhet kryeqyteti i Maltës. Është një kryeqyteti më i vogël në Europë, por është në mbrojtjen e UNESCO-s dhe është si një muze i hapur. Pra, pavarësisht se është kaq i vogël, kudo faktikisht sheh gjëra interesante, histori
të cilat ne si dim gjitha, por me sa po shohim po mundohemi ti lexojmë dhe ti zbulojmë në një farë mënyre. Përveç pjesës së historisë, rrugët kryesore janë komplet me dyqane dhe restorante, bare. Kështu që nuk do vuani për ushqim në këtë pjesë të Maltës. Duhet patjetër t'ju tregojmë një ndodhi kur kemi qenë në Gozo, atje tek farmhouse-i. Bato, ka fjetë shumë keq, të dy netët ka parë shumë ëndra dhe është quar natën dhe hekër ka fjetë shumë keq dhe unë i thash që do jenë shpirtrat e kësaj farmhouse-it që po na përndjek. Bato një të merë ishte kështu i friksuar komplet dhe thash që t'ja u tregoja, por kisha harruar dhe tani më erdhi mendje se Bato po bënte sikur po luftonte dhe tha hekri i hyri shpirti kalor si tha atyre të 1500-ës. Ky që ka muzeu i artit, duke shumë interesant, po Bato nuk do të qëndroj aty. Erdhi momenti që ta lëm pak Baton të lirë, kështu që erdhëm tek parku Il Giardino del Barrio, diçka e tillë, por do t'ja vendos emrin. Ju kam thënë që me këtë udhim kam qenë shumë keq me emrat, por më zhdukur shumë e vështirë, sepse nuk kam arritur të kuptoj tani nga kjo anë e Valletës shikohen 3 qytetet që ju thash që mund shkoni t'i vizitoni, ka ferries që të çojnë në tek të treja. Ja. Sa duke që kam të lulet. Kjo është dita e fundit sot nisemi. Jemi ullur për brunch këtu afër apartamentit, quhet Carolinas dhe nuk e di e pati imazhet, kishte komplet moodin e Bridgington. Ishte shumë bukur, shumë cute, si një shtëpi të kukullave në kohën e Marie Antonietës. Dhe kemi porositur pancakes, sepse tash Ekri nuk dua më vezë, se kam ngrënë shumë vezë këtë ditë dhe doja diçka ndryshe. Dhe të shohim se si janë. Kemi bërë check-outin already. Pastaj u kuptua që po marrim tragjetin, e lash për gjysmë muhabetin, sa atje kishte muzikë dhe kisha merak mos më bllokonte video në YouTube. Siç po ju thoja, e kisha në plan sot të shkoja tek akvariumi, të çoja Baton, por duke parë ishte 20 minuta me makinë, 30 minuta me makinë, 1 orë me autobus dhe ishte më afër nga zona ku kemi qëndruar në ditët që kanë kaluar dhe thash më mirë mos largohemi aq shumë, mos lodhemi aq shumë sepse gjatë do jetë e vështirë sërish aeroporti, avioni me Baton, kështu që vendosëm mbas brunchit të rikthehemi sërish në Valletta sepse dje lam ca gjëra pa parë. Nëse flen gjuhën Bato do futem dhe në muze, në disa muze. Brunchi që ëngrëm nuk ishte the best of the best, si çdo gjë për sa i përket ushqimit këtu, kështu që bëhuni gati dhe gjithashtu paka shumë çmimet janë 10-15 euro për pjatë për mëngjes, që ta keni parasysh në rast se vini dhe nëse nuk keni mëngjesin me hotel.
Batos ja mbarova tërshërën e fundit që i kishte ngelur, hëngë edhe një banane në shtëpi, pastaj hëngë edhe diçka me ne sigurisht atje. Organization rely on your donations and funds in order to keep our history and this timekeeping tradition alive. Bato vazhdon të flej dhe ne bëm një break të vogël se sot u bllokua hekri nga kurrizi. Faktikisht kishte na 2 ditë që tha sikur po rëndohem nga shpina dhe sot me Baton krau u bllokua dhe le të themi që u detyruam që të sistemoja më shumë gjërat që hekri të pushonte pak dhe mos bllokohej nga kurrizi akoma edhe më shumë, se ndryshe se disi do t'ja bëjmë se me valixhe, me baton, me karrozë, gjitha një problem. Prandaj bëm një break të vogël me që dhe batos duke fjetur. Por doja t'ju thoja një gjë shumë interesante për Valetën, është që pavarësisht është kryeqyteti më i vogël siç ju shpjegova dje, por ka 320 vepra arti brenda dhe është një vendi me sipërfaqe më të vogël, por me vepra arti më shumë në këtë sipërfaqe në botë, që është një fakt shumë interesant. Unë ju thash dje për Muzeun e Artit Kontemporan, që më pëlqeu shumë nga jashta dhe nuk arrita dot ta shoh. Aty hyrja është 10 euro me sapash dhe nuk e di nëse do mundem tani ta vizitoj me që Batu po flen gjuhë, por le të themi që muzeu më me rëndësi është i katedralës St. John. Unë po e them gjysmë shqip, gjysmë në anglisht, por që është aq i rëndësishëm, mban dhe piktura të Caravaggios që mund t'i shihni. Vizita është 15 euro dhe varet nga mund t'i bleni biletat online ose mund t'i bleni këtu drejt për drejt, varet dhe nga turma sa njerëz ka dhe është komplet me afreska dhe me elemente baroke nga brenda. Por siç ju thash, nuk e di nëse do mundemi të vizitojmë një nga këto muzet që më tërhoqi pak më shumë vëmendjen, pastaj keni dhe atë arkeologjikun, dëgjuam dhe këto topat që gjuajtën në pika të ndryshme të qytetit. Ne ishim ulur në kafe faktikisht, por gjuajtën një nga ne dhe shumë të tjerë në pika të ndryshme të qytetit. Besoj që do jetë ndonjë organizim edhe për pak show, mendoj, nuk e di tani 100% sa është e saktë. Nuk e di qa po ndodhë se këtu po ishin gjithë njerëzit duke shkujt copa letrash. Si koleksionet. Po, koleksionet figurave sportive me copa letre. Kur i mbledh, si duket është nga i gjë që këtonë, si bast. Po pra, mu dukte dhe mua si bast më shumë. Ja, gjithë të njerëzit nga mbrapa ishin mbledh për këtë gjë dhe me zi kaluam. Ja dhe si është rradha sot për hyrjen këtu tek katedralja, që ju tregova pak më herët. Dhe kryesisht janë këto që vinë dhe me ture që presin në rrallë, por nëse dojnë ta vizitoni është mirë më mirë t'i prisni paraprakisht biletat dhe t'i keni. Sepse si kudo tashmë rradhët janë shumë të gjata. Këtu erdhëm tek parku tjetër që është ai poshtë dhe që ka mbyllur, nuk që ka i hapur sepse janë duke bërë rregullime. Ky ka më pak turista dhe do kishte qenë shumë bukur, por përveç kësajt, kjo është një lagje me banor dhe ishte shumë tipike. Unë dalëm që të bëja disa foto dhe duke qenë shumë bukur. Dhe përshëndetëm dhe ca vendat që ishin duke fshirë aty, duke pastruar, por gjithashtu kishte edhe tabela ku nuk duhet të bënim zhurmë, të shqetësonin vendasit, se mund të kishin pastaj problem, përveç se sigurisht dhe nuk do të hedheshin mbeturinat. Erdhëm në anën tjetër të portit, i bie një port tjetër ku zakonisht vinë kroqerat dhe e dija se kisha parë nga sipër që kishte një ascensor që të çonte direkt në Upper Barricada Garden. Ndoshta ja them keq emrin, por që i thash hekrit me që zbritëm poshtë, le të shkojmë tek
ky ascensori dhe hyrja për të përdorur ascensorin që ka 1 euro. Dhe të ngjet me njëherë sipër, sepse heke kështu si është me kurrizit dhe me karrocën nuk kemi shanse që të ngjitemi nga fillimi atje. Dhe voilà, jemi sipër. Gjithsesi, këtu më duket quhet Upper Baraka. Nëse nuk e shqiptoj sakt, sorry, njerëz të Maltës. Dhe ajo poshtë ishte Lower Baraka Garden. Edhe duke shumë i bukur, kishte më shumë gjelbrim, por që juve që do vizitoni më vonë, do mund ta vizitoni neve sa rritëm tot. Dhe një gjë që ishte pak problematike, sepse do pini shumë ujë, do ketë shumë vap, do uleni të pini kafe dhe gjëra, është fakti banjove. Deri tani, edhe mbrëm edhe sot, kemi probleme pak me banjot. Ka nga ato banjot publike të festivaleve, por përgjithsisht pastaj lokalet nuk kanë banjo. Thjesht po ja u them që të përgatiteni in case. Kemi sjellë këtu tek zyrat e apartamentit, sepse besoj do kenë shumë prona për të lënë valixhet. Po pato, ja. Ishte falas, sepse ishte përfshirë dhe ishte vetëm 5 minuta nga apartamenti dhe do thrasim një Bolt për në aeroport. Një nga gjërat që po adhuroj këtu është se kudo ka linjat për familjet. Okej, si s'po ju thoja se u kaluam me njëherë, një nga gjërat që më pëlqeu shumë të ky aeroport ishte që kishte kudo radhët për familje dhe nuk prisje fare kalojemi një herë dhe kjo gjë është shumë praktike, shumë e mirë. Unë ndërkohë lidha flokët, hoqa vatët, vesha një t-shirt më praktike, se dihet tani me baton fillon sfida e vërtet. Avioni pati vënes. Herë në fundit që avioni ka patur vënes, kemi qenë në Catania me baton, për të jetë varë 2 vitesh, për që imagjinoni vetë. Dhe sinqerisht jemi të lodhur dhe gjeni kë kam këtu dhe nuk do t'ullet tek sedilja e vet. Në uroni fat, po do çmendim avionin, më duket.